Emocionet gjithnjë janë të njëjta, kur ngjyrat janë kuqezi, pak rëndësi ka se cila prej kontareve është në fushën e lojës, rëndësi ka që përfaqësojnë flamurin kuqezi me një dëshirë dhe një qëllim për të fituar, për të dhënë maksimumin dhe për të marrë më të mirën e mundshme nga ajo që skuadra kërkon në çdo ndeshje. Ju përshëndes miq drejt për drejt nga stadiumi Elbasan Arena në këtë miqësore të skuadrës së 21 vjeçarëve të Shqipërisë përballë Bullgarisë. Një test për Alban Bushin dhe djemtë e tij për një prag eliminatore që nisin në shtator, por fillimisht do të jemi me himnet e Bullgarisë e Shqipërisë e më pas për të njohur me formacionet. Grupin e transmeton himnin kombëtar të Shqipërisë. Tashmë është momenti për të njohur me formacionet. Skuadra jonë përfaqësuese drejtuar nga tekniku Alban Bushi vjen me Klitman Lilo në port, më pas Elmando Gjini, Ajdi Dajko, Agan Majki, Paulo Buxhelaj, kapiteni i skuadrës me Don Berisha, Adron Pajaziti, Tim Civeja, Arda Kurtulan, Arlind Rexhepi dhe Steven Shpendi. Ky është formacioni i skuadrës son, gjykon Florian Lata, i ndihmuar nga Giulio Mani, ndërkohë Gerald Cenolli, asistenti i dytë, dhe Silvio Tyrmiçi është gjyqtar i 4. Në krahun tjetër skuadra bullgare e trajnerit Aleksandr Dimitrov vjen me këtë formacion. Slavkov luan në port, Stefanov, më pas Georgiev, kapiteni i skuadrës Penchev, Stojanov, Kolev, Cenov, Hojmvev, Tasev dhe Rajchev. Formacioni i skuadrës bullgare. Ndërkohë të gatshëm për skuadrën tonë është Simon Simoni, i cili nga ekipi i parë ka ardhur tek skuadra 21 vjeçarëve, Pruti Selimaj, Zuka, Kurti Gjumsi, Pibo, dy lojtarët e kampionatit shqiptar, më pas janë Delaj Qefalia, një tjetër lojtar i kampionatit shqiptar nga Tirana, Toma Bala dhe Kristian Shpendi, dy vëllezërit Shpendi, Steven Shpendi, një nga lojtarët e kërkuar në merkaton e futbollit italian, zëra që mund t'i bashkohet klubit të Juventusit. Uniformat kuqezi skuadra jonë, me uniformat e bardha dhe jeshile terët, pantallona në krahun tjetër tek skuadra e Bullgarisë. Të dyja kombëtarët
në këtë ndeshje miqësore vinë për të testuar pikërisht pragun e asaj që do të ndodhë saktë do të nisë në shtator për fushatën eliminatore, grupi D për Bullgarinë dhe grupi E për Shqipërinë. Do të njohim dhe me kundërshtarët, kalendarin edhe vijimsinë e ndeshjeve për skuadrën e 21 vjeçarëve. Starton në Elbasan Arena, vjen sinjalizimi kryesorit Florian Lata. Provojnë me njëherë kuqezint diçka për të parë ndryshe sot tek formacioni i teknikut Alban Bushi. Kombinojnë aty Dajko e Gjini, dyshja qendrore e mbrojtjes, topi gjatë me njëherë përpara, kërkohet shpendi. Rinë me kokë aty bullgarët, edhe njëherë topi takon në kuqezinve. Sërish Dajko, shkurtimisht tek Paolo Buxhela, mbrapa shkon topi tek portieri Lilo. Edhe njëherë tjetër Dajko. Gjini në të kraun e djathtë është Mjaki Agan Mjaki. Edhe njëherë tjetër Dajko, horizontal pasimi i tij me Gjinin. Civeja është lojtari kyç tek formacioni i Alban Bushit, është ai që lidh repartet e mbrojtjes në pjesën tjetër të skuadrës. Kurtulan kërkohet përpara. Largojnë edhe një tjetër bullgarët, nuk arrin ta kontrollojnë topin. Qetësisht kontrollojnë Gjini. I pashqetësuar Gjini. Dajko qarkullojnë topin, sërish Gjini. Është ajo që i është kërkuar skuadrës, qarkullimi i topit nga tekniku Alban Bushi me dy qendrorët e mbrojtjes të rëndësishëm në fazën e ndërtimit, si Gjini ashtu dhe Dajko. Topi gjatë përpara dhe një tjetër largojnë bullgarët. Dajko i kujdesshëm, arrin të kontrollojë. Dajko, më shpejt, Civejes. Qaqin. O Gjini, më shpejt ke Civeja, më shpejt. Shojmë tashmë bullgarët që provojnë të shqetësojnë me presimin e tyre. Qetësisht e kthen topin brapa Dajko. Edhe një tjetër që ndërgjohet, ka në majtë tek Paolo Buxhela. Arrin të dalë Recepi. Provojnë bullgarët me shpejtësi përpara. Zlatev. Vonë këtë top në zonë, i kujdesshëm Gjini largon. Do të kemi rivëllje me duar, i takon edhe një tjetër topi bullgarëve. Stefanov. Shkurtimisht aty tek numri 2 Georgiev. Edhe një tjetër Stefanov. Provojnë tashmë bullgarët që qarkullojnë topin të organizohen. Ky vertikalizimi gjatë është topi i fort. Nuk mund të ndrinë. Qërohet jashtë vijave kufizuese me shpejtësi Lilo, shkurtimisht edhe një tjetër tek Dajko. Dajko e Gjina i provojnë të organizojnë sërish ata të dy. Shtatlarti e ka topin në këmbë. Gjini. Edhe një tjetër Dajko, sërish Gjini. Shkon topin në kraun e djathtë. Mjaki. Civeja. Civeja. Unë gjema të pasim Pajazidin, kupton iden, numri 4 Stefanov, largon rrezikun e i. Nuk përzitet. Atyri, 5 minuta atyri. Derisa të hapën zonat mes.
Gjini e Dajko. Vyllën hapësirat, topi shkon edhe njërë tjetër mbrapa, aty ku është portieri Lilo. Kon pik pasimi Lilo. Shkurtimisht tek Gjini. Von Shpendit spres së poshtë, i tërheq vëmendjen Alban Bushi, kërkon të qëndrojnë në majën e sulmit. Rexhepi. Ose tre qëndrës, Shpendi. Kon pasimin tek Civeja. Buxhela e lë për Dajkon. Shën bullgarët me forca të shumta. Civeja ka në tjallë shkën topi, përvon aty Kurtulan. Pas kjo ndërhyrje ka buar, kënë goditje të lirë ndërhyrje ndaj Berishës. Me Tom Berisha, kapiteni skuadrës. Shën edhe njerë, ka marrë mirë topin. Është ndalur në mënyrë të gabuar aty nga numri 10 Kolev. Shën çfarë do sjellë kjo goditje lirë. Vjen Arkimi, goditja me kokë. Kurtulan me zgjuarsi fiton goditjen e parë nga këndi për skuadrën tonë. Shqipëria vjen pas asaj humbje 2-0 me Poloni në muajin mars në takimin e fundit të zhvilluar. Ku vjen me një fitore përballë skuadrës së Malit të Zi. Në datën 15 qershor Bullgaria, 2 miqësore në muajin qershor për bullgarët. Janë ky kërësim është i lartë në shtyllën e dytë të Gjini, vrapon ai për ta mbajtur brenda vijave kufizuese. Jadel e kanë kontroll gjithë Gjini. Në atë zonë me zgjuarsi fiton rivëndin me duar, mbetet përpara skuadra jon në fazën sulmuese, ku pozicionohen në prapavit dyshja Gjini e Dajko. Shkojnë në rivëndin me duar Gjaki, vertikal djallë, shkutimisht ai pasim. Vjen kërësimi tjetër topi devijuar dhe goditja e dytë nga këndi. Edhe njerë mbetemi përpara në fazën sulmuese. Shohim se çfarë do të sjellë këtë herë goditja e këndit. Ky është Alban Bushi, tekniku i skuadrës sonë përfaqësuese. Kërësimi është i lartë. Shohim Rexhepi. Vën tjetër kërësim, kjo goditje e ka në duar Slavkov. Nësi e mirë për skuadrën tonë e pa shfrytzuar. Shfaqemi kërcënueshëm në anët e Slavkov. Por ja bëm të lehtë atë ndërhyrje Slavkov. Njaki me atë ndërhyrje të saktë. Provojnë bullgarët të organizohen. Božidar. Georgiev. Provojnë dalin nga majta. Byllën mjaft mirë. Stefanov. Zlatev. Gjati Zlatev. E zonë që s'ka mjaft mirë Dajko, ndërim me kokë. Pajaziti. Elegancë, ban topi, Rexhepi. Kja saktë aty, Civeja. Përvon dalë Civeja nga e zonë. Shvendosit më një qëndër. Gjini Dajko, sërish Gjini. Kurtulan, mjaft mirë me atë pasim. Kohet Shpendi. Nuk dela i pasimi i Berishës në moment në parë. Kam kullim edhe një tjetër. Pajaziti për kapitenin Berisha lë. Civeja. Civeja. Pajaziti e Berisha gabojnë, por Dajko shpejt sa kontrollon. Brava shkon topi. Lilo me njëre lë tek Gjini. Kurtulan kontrollon topin, gjithë Kurtulan shvendoset drejt qendrës. Mjaft mirë ai kombinim Kurtulan, gjithë Kurtulan pasimi për Rexhepin. 1-0. Shënon Shpendi, bllokohet sfida. Perfekt aksioni, model, organizim. Perfekt, gjithçka e nisur nga këmbët e Lilos në prapavi. Dalje e rrjedhshme në fazën sulmuese.
Gjithçka interpretuar në mënyrë perfekte nga skuadra jonë. Finalizimi, altruizmi, gjithçka mbizotron në këtë aksion për një gol model, ndoshta për një gol që mund të shërbejë dhe si manual, se si mund shënohet një gol, se si mund dilet në fazë sulmuese për të parë edhe një reaksioni. Shënon Steven Shpendi, shohim edhe një herë. Shqipëria, Bullgari 0. 1-0, goli i Shpendit. Zhbllokuar shifrat në Elbasan Arena. Në të parën mundësi të krijuar. Gjithçka organizuar mjaft mirë. Por padyshim lëvizja e numrit 7 Kurtulan ishte me të vërtet mjaft e mirë. Ai kombinim në mesfush. Më pas gjithçka interpretuar mjaft mirë edhe në afërsitë zonës, ku padyshim altruizëm në maksimum nga ana e Rexhepit, në një pozicion ku mund kishte goditur edhe portën, preferoi ta bënte gjithçka më të thjeshtë me atë pasim në qendër për Shpendin, i cili finalizoi. Këto janë shenja që kjo përfaqësuese e 21 vjeçare mund të bëjë mirë në fushatën e radhës eliminatore. Shohim daljen e bullgarëve. Ky pasim vjen goditja, është lehtësisht e kontrollueshme nga ana e portierit Lilo. Ishte Sorakov që provoi me djathën. Pa forcën e dur, goditja e Sorakov. Mbyllë po gjela, mbyllë! Mbyllë mbi aki! Jep shumë përparësi ty lojtarëve të krahut të sulmit, numrit 9 të Rexhepit dhe Kurtulan, tekniku Alban Bushi. Dajko e dërgon brava tek Lilo, tregon pa siguri Lilo dhe i dhurojmë shumë një goditje nga këndi bullgarëve. Një moment ku duhet vlerësuar, pasi ishte gjithçka në kontrollin e skuadrës tonë. Bani topin njëra për sot, pastaj mendoni për pas. Vjen krosimi është i lartë në qendër zonës, mbet aty topi. Shohim ka preke topi me dorë, thot Lata, goditje e lirë për skuadrën tonë. Shohim edhe një herë. Ko që Reqia do të ndihmojë edhe një herë me golin në moment të pauze për të parë shijuar edhe një herë atë interpretim të djemve Kuqezi. Gjini. Ka Shpendi, mjaft mirë Shpendi. Civeja, lëviz mirë gjithë Civeja, avanco përpara, Civeja niset Rexhepi në krahun e majt. Rexhepi në duelin 1-1, Rexhepi vjen në ndihmë aty. Bajaziti krosimi. Goditja me kokë 2-0. Shënon Kurtulan. Vjen goli i dytë për skuadrën tonë. Shënon Kurtulan, edhe një herë tjetër Rexhepi. Spektakolar Rexhepi me atë krosim në shtyllën e dytë, gjeti saktë. Kurtulan 2-0 brenda pak minutave, realizojmë 2 herë. Sërish Rexhepi, mjaft mirë medaljet nga e majta skuadra jonë. Gjithçka interpretuar sërish mirë. Shqipëria, Shohim edhe një herë Rexhepi për Bajazitin dhe krosimi tek Kurtulan. Në shtyllën e dytë vjen aty mbe kokë. E dërgon topin në rjet. 2-0. Shënojnë Steven Shpendi e Kurtulan. Në 2 zbritje të dyja të finalizuara nga skuadra Alban Bushit. Interpretojnë gjithçka mjaft mirë në fazën sulmuese. Duket se ditët të qëndrimit i kanë bërë mjaft mirë, një kohë gjatë. Më shumë se një javë lojtarët kanë qenë së bashku për të stërvitur.
dhe gjithçka duket se është injektuar tek djemtë. Atë që kërkon tekniku Alban Bushi nga kjo skuadër, nga këta element. Nuk arrin aty Berisha, e marrin topin bullgarët me Kolev. Ka në majtë shkon tek Rajchev. Rajchev vën kërësimin. Buxhela e shoqëron topin jashtë vijave kufizuese, rivënie fundore. I takon topi portierit Lilo. Gjini. Kurtulan. Kërkon me njerë Shpendi, nuk e kuptoni idenë e Kurtulan Shpendi. Marrin topin bullgarët, por rikuperon Mjaki aty. Edhe një Kurtulan, spektakular në daljen e tij Kurtulan. Shumë i shpejt, gjithë Kurtulan. Dalën në mënyrë të pa rregull, thot asistenti. Goditje e lirë për skuadrën tonë. Prezantim mjaft i mirë i Kurtulan. Shohim edhe një herë daljen e tij dhe i mbyllur nga poshtar në mënyrë të pa rregull. Arda Kurtulan, lojtari Karaca Bey. Dajko me siguri, me elegancë, kalon kundërshtari, niset Buxhelaj, shumë i shpejt, Paulo Buxhelaj, Rexhepi, Pajaziti, ka topin kontrol, gjithje Pajaziti, e mbana i mjaft mirë, gjen sak Gjinin, provon të zhvendoset loja në krahun e djathtë. Kurtulan, vjen në ndihmë kapiteni Berisha, provon të nisë edhe një tjetër Kurtulan, mbyllin bullgarët, ndërkohë ka faull, shkakton Kurtulan, goditje lirë. Gjithsesi, janë minuta të mira, është një prezantim i mirë për skuadrën tonë në këto minuta, me përjashtim të një momenti ku treguohet pasiguri nga ana e portierit Lilo, gjithsesi pa dëmshëm, pa rrezikuar ai top shkojnë në goditjen e këndit për bullgarët. Bullgarët cilët provojnë të organizohen. Me anë të Stefanov. Georgiev. Stojanov e mbet topin, nisen në Kuqezin të Pajaziti, me njerë për Rexhepin, e kanë kontrol topin, gjithje Rexhepi, kalon mjaft mirë, Rynzo, Rexhepi e kthen në qendër, mbyllet nga mbrojtja bullgare, goditja e tretë nga këndi për skuadrën tonë. Sërish të rrezikshëm me daljet nga krahu i majt, i papërmbajtshëm Rexhepi, në duhen 1-1 me kundërshtarin, arrin kaloi lehtësisht. Pajaziti do tjetë nga këndi. Vjen kërësimi numër 10, është i lartë, Gjini me kokë, kthen drejt qendrës, del dhe kontrollon aty Slavkov. Pa probleme me portieri bullgar. Zlatev. Stefanov. Georgiev. Qarkullojnë topin tashmë bullgarët në prapavijën e tyre. Topi gjatë, Buxhela i lexon gjithçka mirë, me kujdes, e kthen topin tek Lilo. Gjini. Shumë se rezultatit fitoria, tekniku Alban Bushi kërkon interpretimin e kësaj ndeshje nga djemtë Kuqezi, ko ka mbetur i dëmtuar nëse duket Shpendi. Këtu Buxhela i rikuperon mjaft mirë Civeja, më pas është Berisha. Çalon Shpendi, por është ngritur në këmbë. Qendër sulmuesi, lojtari i cili vjen nga Cesena. Edhe një tjetër Shpendi. Ulohet ashpër nga lojtarët bullgar. Tu provon Stojanov kërkon mbështetjen e tive. Dajko për Buxhelajn. Alexon Buxhelaj. Rexhepi, Civeja, ata pron me të mbajtje topit. Buxhelaj ndërhyn edhe një tjetër. Fiton rivënie me duar, mjaft mirë Buxhelaj. Lojtari i cili është pjesë e kampionatit shqiptar.
Është i vetmi nga lojtarët e formacionit që luan në kampionatin shqiptar. Buxhelaj e vetmja prurje nga skuadra e Partizanit. Pajaziti e Shpendi me njerë në krahun e djathtë. Kurtulan, çojmë Kurtulan. Shpendi kërkon të mbyll me shpejtësi atë mund, ndërkohë këtu Berisha nuk arrit ta kontrolloj topin. Nisen me shpejtësi me anë të Rajçev bullgarët. Rajçev, Civeja ndjek. Nuk e lejon të avancojë Civeja. Mbasin topin për një çast bullgarët për e rifitojnë sërish. Irrituar Alban Bushi me veprimet e tij, ka më shumë agresivitet, ka më shumë thjeshtësi me lojtarët e tij. Sorakov, brapa shkon topi tek Stefanov. Dajko 17, Dajko. Dajko mbrapa, Dajko. Dajko 17. Ah, bravo. Të të topi gjatë për para Hovnjev. Brava do kën topin Tsenov, Stefanov, Georgiev. Edhe një tjetër për Stefanov. Shojmë skuadrën tonë e tërhequr në 40 metrat e fundit. Ka në majtë shkon topi me zgjuarsi aty. Kurtulan fiton në rivënien fundore. Kemi mbritur në minutën e 22, praktikisht jemi në gjysmën e pjesës parë. 1/4 e sfidës ka përfunduar, kryesojnë 2-0 me golat e Steven Shpendi dhe Kurtulan, Arda Kurtulan. Në 2 aksionet e interpretuar mjaft mirë nga djemtë Kuqezi. Shifrat janë në favorin e tyre, avantazhi 2 fisht. Provojnë të organizohem sërish. Bullgarët tashmë kërkojnë presingun. Buxhelaj, Rexhepi. Edhe një tjetër Buxhelaj me elegancë kalon një kundërshtar. Rexhepi sërish. Qenë brava mjaft mirë Gjinin. Në një zonë të sigurt dhe dërgon topin Gjini. Pajaziti. E ulej pak me vështirësi për e ka topin kontrol. Shë lëvizjen e Arda Kurtulan. I saktë në pasime. Merë mjaft mirë Kurtulan. Gjithke Kurtulan për Shpendin. Provon të kaloj atë veprim mjaft bukur Shpendi, por lexojnë gjithçka në idenë e sulmuar si lojtarët bullgar. Edhe një tjetër Kurtulan. E humbet topin. Gabon këtë herë Kurtulan. Provojnë të dalin bullgarët nga mbrojtja e tyre. Shohim presingun e Shpendit. Vjen edhe Rexhepi për mos lejuar aty Zlatev që me këtë top gjatë kërkon të nisë tjetër përpara. Lurin me Kok Lilo. Nuk arrin Buxhelaj ta mbaj topin brenda vijave kufizuese, rivëni me duar për skuadrën bullgare që provon me shpejtësi. Visë mjaft mirë aty Stojanov. Vjen ky top në qendër, goditja 2-1. Shënon skuadra bullgare. Stojanov, minuta 23. Në të parën mundësi të krijuar, shkurtojnë shifrat. Ajo top gjatë Dajko është para mbrojtësit majt. Shënon Stojanov. Ndërkohë do të kemi këtë pushim, shohim edhe një herë golin. Lanë të hapësirë për Stojanov Kuqezint dhe shkurtojnë shifrat në minutën e 23. Mjaft mirë prasimi Sorakov 2-1. I pak naqur tekniku Alban Bushi me të tjerë për këtë gol të mësuar. Kujtojmë që gjatë muajit shtator djemtë Kuqezi do t'jenë në transfertën e parë të armene në datën 8 shtator, më pas në 12 shtator do të presin Rumaninë në shtëpi. Në muajin tetor do të kenë 2 sfida, në datën 13 do të jenë në transfertën nordike përballë Finlandës, më pas do të presin në shtëpi Malin e Zi
përvjuar më pas në muajin nëntor me 2 takime. Do të kenë transfertën e Rumanisë dhe transfertën e Malit të Zi. Për të kthyer më pas në marsin e 2024 me 2 ndeshjet e shtëpisë ndaj Finlandës dhe Zvicrës dhe për të mbyllur më pas në shtatorin e 2024 sfidën përballë Zvicrës dhe në tetorin e vitit 2024 do të jenë takimin e fundit në shtëpi përballë skuadrës Armenisë. Ky është kalendari, këto janë 10 sfidat për skuadrën tonë, ndoshta në ndonjë takim miqësor i cili mund të programohet në vijim, por gjithsesi kjo është fushata eliminatore për kampionatin Europian Euro 2025 për skuadrën e drejtuar nga Alban Bushi në një tjetër brez që cilësohet me të ardhme me lojtarë si Kurtulan, Rexhepi, Shpendi, Paruar dhe Sivejan, nga lojtarët më premtues. Me sushori Ingolstadtit, Stefanov me këtë top gjatë, Rym Buxhelaj me kokë. Në pas është Sorakov, njeriu asist në golin e realizuar nga ana Stojanov. Berisha, kthen topin mbrapa, Gjini, shkurtimisht për Pajazitin, Ilir Buxhelaj. Brava e dërgon tek Lilo. Edhe një tjetër Gjini. La bon Gjini me këtë top gjatë. Shpendi me forcë arrin të fitoj topin, Shpendi dhe ndalet në mënyrë të gabuar nga Stefanov, i cili ndëshkohet me kartonin e verdh. Humbi atë duel me Shpendin. Mjaft kërkues Shpendi. Shohim edhe një herë, ka fituar atë top në atë duel Shpendi, ju drejtua zonës dhe u ndal në mënyrë të parregull nga ana e Stefanov. Shohim se çfarë do të jetë kjo goditje e lirë për skuadrën tonë. Pajaziti pran topit. Ka dhe lëvizjen në stolin Kuqezi. Ndësia për të provuar disa element sot tekniku Alban Bushi. Të shumë të goditje të lirë. Kronometri e shënon minutën e 27. Pajaziti vjen goditja në port. I pasigur dhe ty Slavkov e largon në këndore. E 4-ta goditje nga këndi për skuadrën tonë. Edhe një tjetër Pajaziti është ai që shkon pranë këndit. Haugen Sud, skuadra ku aktivizohet Pajaziti. Këtu Rexhepi nuk arrin ta kontrollojnë momentin e parë, gjithsesi e kanë kontroll topin. Humbet Rexhepi. Bulgarët në vështirësi nuk kërkon ndërlikoj edhe më shumë situatë në Slavkov në prapë vijën tjetër, dërgon topin jashtë vijave kufizuese duke i dhënë një mundësi skuadrës tonë Kuqezi të mbetet përpara, gjysmë fushën kundërshtare. Mjaki në rivëni me duar. Kurtulan, Mjaki sërisht. Stojanov, autori golit. Georgiev e lë për Stefanov. Georgiev sërish, Stefanov. Zlatev, kërkon presingun Alban Bushi, këtë topi gjatë për para, Dajko. Nuk kuptohet Shpendi e Pajaziti, ndoshta një veprim i tepruar i Pajazitit. Georgiev, topin e kanë kontrol bulgarët.
Sërish bullgarët, ky top I gjati Stefanov, gjen saktë Tyrajçev. Kolev, Stefanov sërish. Top I gjati Stefanov. Goditja me njerëshme, por ka dhe një flamur të ngritur pozicion e shtroje për Kolev. Këtë ndërhyrjet gabuar. Tjetër goditje lirë për Kuqezin me shpejtësi. Kurtulani dërgon topin mbrapa tek Gjini, ky tek Dajko me njerë. Civeja mban topin. Jo në avantazhin Lata, Berisha. Vënon pasimin, gjen sak Pajazitin, Rexhepi I lirë për të shkon topi. Mbështet Buxhelaj, Pajaziti. Mban topin, gjithje Pajaziti, Buxhelaj, sërish Pajaziti. Dajko pas. Çekullon topi Kuqezin. Buxhelaj kthehet në pozicionin e tij. Ka bon Dajkon pasim, provojnë bullgarët dalin me shpejtësi përpara. Nuk arrin Buxhelaj të mbyll. Gjithsesi e bën një gjë të tillë me faul. Dal kundërshtari, goditje lirë për skuadrën bullgare. Ishte një gabim në pasimin e Dajkos. Është pikërisht ajo që kërkon tekniku Alban Bushi, shumë cilësi dhe kujdes nga dy lojtarët qendror të mbrojtjes. Janë ata ndoshta pika më kryesore e ndërtimit të fazës sulmuese, gjithçka nis pikërisht nga dy qendrorët e mbrojtjes me dyshën e krave të mbrojtjes Buxhelaj dhe Njaki, të cilët duhet të mbyllen drejt qendrës për t'i dhënë më shumë hapësirë lojtarëve të sulmit në krah, për të qenë më të lirë për të marrë topin ata. Ryn aty Shpendi me kokë, më pas niset Pajaziti, gjen saktë Rexhepin. Kalon mjaft mirë Rexhepin, dalet në mënyrë të gabuar nga në numrit 19 Zlatev, I cili kërkon djes për atë faul, atë mbajtje nga fanela ndaj Rexhepit. Arlind Rexhepi, lojtari I skuadrës së dytë të Hamburgut. Dajko, brava dërgon topin tek Lilo. Gjini. Avancon përpara, gjithë Gjini. Shpendi zbret ai për të bërë spondën. Gjithçka interpretuar mjaft mirë nga Shpendi deri në këtë momente, qendërsulmuesi. Gabon Rexhepi jep mundësi bullgarëve për dalë përpara. Buxhelaj. Nuk ka faul, gjithçka rregull nga këtë duel me Zlatev. Shpendi, mjaft mirë për Rexhepin, çojmë Rexhepin, e mbyll aty. Zlatev dhe I fundi që ka prekur topin është Rexhepi, goditje, rivënia me duar I takon skuadrës bullgare. Buxhelaj. Civeja, brapa tek Gjini. Dajko. Gjini edhe një tjetër. Civeja.
Brape Gjini. Brape Dajko, me durim. Po. Brape Pitose, durim. Po, me durim. Qarkullojnë topin Kuqezin, Gjini sërisht. Dajko, edhe njërë tjetër tek Gjini. Shpendi, Kurtulan, Berisha, e umbet topin. Gjini ndërhyn mjaft mirë, vjen edhe njërë tjetër aty. Shpendi për të rikuperuar, marrin topin bullgarët. Zlatev, Gjurgjev, Kolev, topi gjatë për Rajqev, e ulej Mjaki pranti Rajqev, brenda zonës Rajqev. Shojmë kjo goditje e letë jashtë kuadratit, por e devijuar në këndore për bullgarët. Ishte autori golit kapiteni Stojanov, ai që provoi edhe njërë tjetër. Por këtë herë goditja ishte dobët e letë, pa shqetësuar portierin Lilo. Vjen kërësimi në shtyllën e dytë. Berisha. Me njerë për Shpendin. Ka flamur të ngritur. Pozicion e shloje, disi dyshim të ai pozicion e shloje. Shumë dhe njerë, kjo është momenti. Pozicion e shloje të Shpendit. Steven Shpendi, autorit të golit parë të skuadra jonë përfaqësuese. Bullgarët sërish me topin kontrol. Shojmë këtë top. Vjen kërësimin drejtim zonës nga Zlatev. Kërkojnë Kuqezin. Provon Cenov. E mban topin brenda vjekë kufizuese. I ndërhyn Mjaki aty. Ndihmuar edhe nga Kurtulan. Buxhelaj. Dragonej. Shojmë nuk ka probleme për Paulo Buxhelajn, i cili ngrihet në këmbë vion lojën, do të kryejë këtë rivenim me duar, i kërkon Lata të shtyhet disa metra më pas për të respektuar vendin ku doli topi jashtë vijave kufizuese. Buxhelaj kërkon Shpendin. Shojmë sa poshtë zbret Shpendi për të marrë topin. Me forcë arrin ta kontrollojë Rexhepi. I thjerë Rexhepi. Fiton këtë faull. E shpejtësi topi tek Dajko. Gjini. Dalim mjaft mirë Mjaki në krahun e djathtë, merr topin, shojmë Mjaki, pritet kërësimi i tij, vjen në qendër të zonës Shpendi. Shojmë ka faull në sulm. Steven Shpendi ka shkaktuar faull, goditje e lirë për skuadrën bullgare. Këndikur gjithçka mjaft mirë kryesori Lata dhe pikërisht ka patur një shtyrje ndaj kundërshtarit nga ana qendër sulmuesit Steven Shpendi. Në kohë bëhet gati dhe portieri Simon Simoni, do të jetë në pjesën e dytë ai. I ardhur nga skuadra e parë, kujtem ishte në urdhrat e teknikut Silvinho në ditët e para të grumbullimit, më pas në momentin që afroi ndeshja me skuadrën e Moldavis për skuadrën tonë përfaqësuese,
Ishte një nga 3 lojtarët të cilët Silvinjo nuk e përfshiu në grupin e lojtarëve të cilët ishin prezent për ndeshjen dhe e dërgoi tek skuadra 21 vjeçarëve duke mos e patur as të plane për sa i përket takimit me ishut Faroe, i cili do të zhvillohet ditën e sotme. Shohim të dalje Kurtulan mjaft mirë, Arda Kurtulan shumë i shpejt. Gjithë Arda Kurtulan është i vetëm, provon ty në zonë Kurtulan. Mbyll mjaft mirë aty Cenov e më pas kontrollon portieri Slavkov. Shojmë Rajqev. Shkon jashtë vjeve kufizuese topi. Lilo del për të kontrolluar. Këko bëhet gati Kristian Shpendi, Antonio Delaj, Simon Simoni dhe numri 14 Edon Pruti. Janë lojtarët të cilët ndoshta mund të shohim nga minuta e 46 në vijim. Jemi në minutat e fundit pjesës parë, shifrat 2-1. Kujtojmë golet realizuar nga Steven Shpendi dhe Kurtulan. Ndërkohë për bullgarët shkurtoi shifrat Stojanov. Topi shkon brapa tek portieri Lilo. Shkurtimisht ai për Gjini. Kontrollon topin Gjini. Horizontal pasimi tek Dajko, edhe një tjetër Gjini. Janë pasimet të cilat i kemi parë vazhdimisht në këtë pjesë të parë. Pajaziti, edhe njërë tjetër topi shkon brapa tek 2 qendrorët e mbrojtjes. Dajko e ka në zotrim. Pajaziti, Gjini, edhe një tjetër Dajko. Rexhepi kalon mjaft mirë në duelin 1-1 Rexhepi. Nisë mjaft mirë Buxhelaj. Vjen kërcimi Buxhelajt. Ishte më saktë një pasim për Berishën. Në hyrje të zonës, këtu ka faull të Pajazitit, kemi goditje të lirë për skuadrën bullgare. Buxhelaj, i cili do të vendoset në urdhrat e Kratit Zekit që me një pas përfundimit të kësaj sfide, kujtojmë do t'i drejtohet qytetit Pogradecit, aty ku skuadra e Partizanit po vijon në fazën përgatitore për ndeshjet e saj në UEFA Champions League, pashtu edhe skuadrat e tjera të klubave të Europës, Vllaznia Tirana dhe Ignatia kanë nisur stërvitjet e tyre, kujtojmë edhe nga Tirana, prezent tek skuadra 21 vjeçarëve janë Qefalia i së bashku me Gjumsin. Të dy lojtarët ndodhet në studion e rezervave. Ako edhe Antonio Delaj nga Vllaznia është prezent tek skuadra 21 vjeçarëve. Do të bashkohen menjëherë me klubet e tyre pas përfundimit të kësaj sfide. Ditën e nesërme do të jenë në urdhrat e trajnerëve. Rexhepi, Pajaziti, Berisha kërkon me njerë Shpendin. Nuk e kupton i den Shpendi. Lejon avantazhin Lata. Ishte një faull i Pajazitit sipas Latës, por lejoi avantazhin dhe duket se i tërheq vëmendjen numri 10 Pajaziti për atë ndërhyrje ndaj numrit 4 Stefanov. Lojtari i ndëshkuar me karton të verdh, i vetmi ndëshkuar i kësaj sfide. E 44 minutë luhet në Elbasan Arena. Jemi drejt fundit të pjesës parë. Kërson në skuadra e 21 vjeçarëve të Shqipërisë 2-1 përballë Bullgarisë. Është një test miqësor në kuadër të përgatitjeve të eliminatorëve të Europianit të 2025-s që do të nisë në muajin shtator për të dyja përfaqësuesit në grupin D Bullgaria dhe në grupin E Shqipëria. Kujtojmë kundërshtarët e skuadrës tonë përfaqësuese
Në ato eliminatore janë Armenia, Finlanda, Mali, Izi, Rumania dhe Zvicra. Vetëm 1 minutë shtesë të akorduar nga ne gjyqtarëve. Pajaziti mjaft mirë për Recepin, çojmë Recepi, provon ty në zonën Recepi, ndërhyn aty mjaft mirë Zlatev. Gjithsesi Recepi rikuperon, ka topin kontroll brapa tek Buxhelaj. Kjo dërgon më njëherë tek Gjini. Berisha. Kurtulan. Nuk ka faul, diçka e rregull. Vojnë dalin bullgarët. Gjini tregon pas sigurie, dërgon topin jashtë vija e kufizuese, rivëndi me duar për skuadrën bullgare. Kolev. Ka topin kontroll ai. Gjithë Kolev. Kom pikën e pasimit. Topi gjatë. Lexon gjithçka Lilo që vjet në zotrimin e topit. E mbyll këtu kryesori Florian Lata, pjesën e parë 2-1 kryeson Shqipëria me golat e Steven Shpendit dhe Kurtulan në minutën 11 dhe 13, ndërkohë që Stojanov shkurtoi shifrat në minutën e 23. Një pushim i shkurtër sërish bashkë për 45 minuta e dyta. Ja da. Rikthehemi edhe një herë tjetër me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Elbasan Arena. Bëhet gati për nisur pjesa e dytë e takimit mes Shqipërisë e Bullgarisë. 45 minutat e para të mbyllura në avantazhin 2-1 për skuadrën e drejtuar nga Alban Bushi, Steven Shpendi dhe Kurtula, autorët e golave, ndërkohë që Stojanov shkurtoi për bullgarët. Duket se lëvizja e vetme tek skuadra jon përfaqësuese do të jetë ajo e portierit Simon Simoni, i cili merr vendin e Lilos. Portieri i cili pjesë e kampionatit shqiptar në radhët e Dinamos Pikati për të transferuar drejt Gjermanisë, aty ku po vazhdon karrierën e tij. Portieri Simon Simoni radhët e Eintracht Frankfurt. Nuk ka ndryshime tek bullgarët, luhet në i njëjti formacioni 45 minutave të para, po ashtu edhe pjesa tjetër e djemve ku qezi pritet sinjalizimi kryesori Florian Lata që vjen në këto momente, startojnë 45 minutat e dyta për të njohur edhe një herë me lojtarët e cilët janë në fushën e lojës për skuadrën tonë përfaqësues. Simoni ka marrë vendin e Lilos, më pas Mjaki, Gjini, Dajko e Buxhelaj në mbrojtje, Civeja, Pajaziti, Berisha, Recepi, Steven Shpendi dhe Kurtulan. Ky është formacioni i Alban Bushit, i cili nuk ndryshon edhe në këtë pjesë të dytë me përjashtim të portierit Simon Simoni. Në krahun tjetër tekniku Aleksandr Dimitrov luan me Slavkov në port, më pas Zlatev, Stefanov, Georgiev, Rajchev, Kolev, Cenov, Božidar, Stojanov, autori golit, Sorakov dhe Hovnej. Ky është formacioni i skuadrës bullgare. Rrin aty shtatlarti Gjini me kokë, provojnë vjen edhe një herë kontrollin e topit bullgarët. Është numri 8 Božidar, provon këtë krosim, Buxhelaj e largon me kokë Pajaziti. Vjen dhe Recepi aty fiton këtë faull. Kemi goditje të lirë për skuadrën tonë përfaqësuese. Dhe një takim njësor, vjen pas fitores 1-0.
Mbyllë Kuqelaj. Arda, touch the line, Arda, wide, Arda. Mbyllë Mjaki. Zero, Karpet, zero. Dalim, Gjini! Topi gjati Civeja për Kurtulan, jashtë vijave kufizuese, rivënë me tuar për bullgarët. Ligja të kyqe. Shpendi! Stojanov, vënd kaloi, Mjaki ndërrin në mënyrë të parregull të Florian Lata, godit e liri, takon skuadrës bullgare topi. Temperaturat kanë qenë të larta gjatë të ditës sotme në qytetin e Elbasanit. Bravo Tedor. Në pjesën e parë kishim edhe ndërprerjen e ndeshjes në momentin kur skuadra bullgare shmoi golin për të dhënë mundësi lojtarëve të freskohen nga temperaturat e larta. Prandaj është vendosur pikërisht ora 18:30 për zhvillimin e kësaj sfide shkak të temperaturave të larta. Rinë aty me kokë Shpendi, por nuk arrin të shërbej për shokët e skuadrës. Pajaziti fiton topin, provon të dalë edhe një skuadra jo shumë i shpejtë. Shpendi, si Shpendi, vjet kontroll Shpendi, ndalet në mënyrë të parregullt thot Florian Lata dhe këtu shohim rrezikon numri 4 Stefanov, pasi është lojtari vetëm i ndëshkuar me karton të verdh dhe pikërisht në një ndërhyrje në pjesën e parë ndaj Steven Shpendit, sërish ndaj tij ndërhyn në mënyrë të parregullt, por këtë herë duket se Florian Lata ja fal atë ndërhyrje. Shohim çfarë do të thellë goditja e lirë pranë topit, si gjithmonë numri 10 Pajaziti. Rrezikoi në një goditje standardi në pjesën e parë, u largua topi nga Sava dhe vjen goditja me kokë më pas në rrjet përfundon. Shënon kapiteni Berisha. 3-1 realizon Berisha. Goditje standarde. Ai topi arkuar nga Pajaziti dhe goditja me kokë. Kapiteni vëngullën e golit të tretë, shënon emrin në tabelën e gola shënuesve. Shohim edhe njerë sa bukur i ka shpëtuar mbulimit të mbrojtjes kundërshtare në zonën e 5 metrave me kokë. Ka gjetur goditjen fituese. Nuk ka çfarë të bëjë portieri Slavkov. Tashmë kryesoi me rezultatin 3-1, realizon me Tom Berisha, kapiteni kuqezinve. Gjini mos u shkëpuçi nga Dajko. Kërkon përqendrim Alban Bushi, pasi pati nështë një ullje të ritmi pas golit të dytë tek skuadra jonë, kujtëm në nisi mjaft mirë sfidën, ishte kërkuese, nuk e lejoi skuadrën bullgare të organizoheshe në minutat e parë të sfidës deri në momentin e realizimit të 2 golave. Ko pati një pjesë përqendrimi të shohim Rajçev provon goditjen në shtyllën e parë. Simoni sigurt për të kontrolluar. Gjini, Civeja, Simoni. Stefanov fiton duelin me Shpendin, Civeja, Berisha, Gjini. Brava edhe një tjetër tek Simoni. Të gjati ti, kërët Buxhelaj. Në mjaft mirë për Pajazitin, Berisha, shumë të dalit e kuqezinve. Mjaki, shojmë ku vendosë në mëgjim, Mjaki, këto për Berisha, është Shpendi brenda zonës. Flamur i gritur. Më i avancuar Shpendi, pozicionin e shloje, shojmë edhe njerë. Dukshë më i avancuar Steven Shpendi, do shta pak pasimi Mjaki.
Nuk e fal, daj, nuk e fal. Po ti vea. Po gjeti. Pa fal. Gjini, brapa, mbyllu. Gjeni aki. Bravo. Gjati Slavkov. Zlatev. Wait, Arda, wait. Georgiev. Senov fton edhe njërë Stefanov që në mbrojtësin. Gjini, ruaj djeq. Zlatev në krahun e djathtë. Ada, Tjerë në malën krahun tjetër. Njaki lexon gjithçka. Arda nuk shkon në Laza. Shok topin e Se Tom Perajqev. Këtu kemi godinë e tretë nga këndi për skuadrën bulgare. Fjan për topi numër 10 Kolev do të provojë jarkimin drejt zonës. Shohim gjithë kuqezitë të rrezhur në zonën e tyre. Jarkimin i qendër, sigurinë dalin nga Simoni niset mjaft mirë Shpendi, shumë i shpejt Shpendi. Kërkon mbështetjen e shokëve të skuadrës Pajaziti. Pas. Daj. Fizon Pajaziti. Një ndërhyrje bulgare, topi shkon në shtëpi vizuese rifoni me duar. Avash me dorë, Tjetër ndërhyrje ka buar ndaj Steven Shpendit, kemi një tjetër goditje të lirë për skuadrën tonë përfaqësuese. Buluat ashtë për Steven Shpendi, ka bërë mirë në 45 minuta të para. Është ndalur vetëm në mënyrë të parregull nga kundërshtarët. Pozicional në momentin e golit, i ndodhur në fundin e dur në mënyrën se si rrodhi reakcion për skuadrën tonë përfaqësuese. Dajko, edhe një tjetër për Gjini. Brava shkon topi tek Simoni. I kërkon qarkullimin e topit, dy qëndrorëve të mbrojtjes Alban Bushi. Atyri me dorë mes linjave. Gjelo e Dajko duhet qëndrojnë të mbyllur. Shohim Berisha e Shpendi, gjithë Shpendi. Recepi kërkoj me njerë të pasim për Pajazitin, kanë kontrol Pajaziti, Kurtulan. Shohim Kurtulan, e kthen në qendër. Është një hap pas Berisha. Gjithsesi krijohet sërish superioriteti ndaj kundërshtarit me pasimet e shpejta. Gjini për Dajkon, pasimi nuk është i duri, gjithsesi Dajko e kanë kontrol. Apu Gjini, apu. Simoni. Shkon qendra Gjini, shkon qendër, mbyllën. Gjini. Gjini dhe Dajko. Bravo. Stay. Bravo. Duro, prit, Gjini, prit. Duro. Rape Dajkon. Është në kombinimin mes Gjinit dhe Dajkos. Po vën Dajko të talë të shme. Kurtulan krahun e majt. Kalon mjaft mirë Kurtulan. Kompasimi për Bugjelaj. Kufton gjithçka Stojanov. Baje logu edhe shumë mirë që... Ban shumë për më shpejt, që në ty në triplim atje. Dhe shumë poshtë. Gjepi, comeback. Cenov. Božidar. Cenov sërisht. Stefanov. Rikuperon aty Pajaziti. Kontrollojnë edhe një kuqezin të Paulo Bugjelaj. Civeja lë për Gjinin. Kërkohet Shpendi. Mjaft mirë për Civeja. Gabon Civeja të shohim bulgarët në këtë dalje të tyre. Stojanov, kapiteni, ndalet në mënyrë të parregullt të kundërshtarit, kemi goditje të tjera. Momenti që ikut Dajko, do të Hyrje gabuar ndaj Stojanov, mundësi e mirë për të provuar portën. Distanca është që diçka më shumë se 20 metra, pak më shumë se 20 metra. Shohim kush do të provojë nga bulgarët. Kolev pranë topit numër 10. Do të jetë ai që do të provojë.
Shojmë kërkojnë 5 lojtarë me statuket në murin mbrojtës. Janë Simonit. Po Gjini, këndi! 17 këteja, Kuqelaj! Ajasini këteja! Këndëm! Jaki! Kolev. Jaki! Kuqelaj! Po! Niset Kolev goditja në murin mbrojtës, ndalet kjo tentative gabure aty e Cenov. Topi që shkon shumë larg portës, i takon në rivënien fundore portierit Simoni. Yapma dribble burada, çalım yapma, daha pas burada. Sen çabuk, sen biliyor kendini. Sen çabuk sen burada pas oyna, pas. Dışarı git. Bravo Jimmy. Tam Marco, tam! Kuchelaj, ja po pied. Bravo Jimmy, super. Alda. Exactly, uzun pas hazır da sen gidiyorsun. Nereye şey tu Robi? Koski nešto da fatre. Alda. Rivënë me duar i takon topi bullgarëve. Hadi. Valaj. Bayazidi. Një pas i miliardës, thjesht pas. Gati 3 lëvizje tek skuadra Alban Bushit. Shojmë se çfarë do të sjellin ndryshe. Numri 14 Pruti, numri 16 Selimaj dhe numri 15 Steven Bala. Largohet kapiteni Berisha, autori golit 3. Largohet gjithashtu Buxhelaj, numri 3. Në vendin e tij është numri 16 Selimaj. Shojmë dhe numrin 15 Bala. Ako kemi lëvizje edhe tek bullgarët, dhe aty largohen 3 lojtarë. Largohet dhe numri 5 Dajko, në vendin e tij është numri 14 Pruti. Me do, parazit. Para! Renan Berisha, representativo de 310. Steven Bala, largou o número 3. Tinha Broi, tinha Gabon Mjaki, topi jashtë vija vigorizuese, rivënë me duar për bullgarët. Boshidar në rivënë me duar. Rajqev. Apo aty Koleve marrin topin në Gjizin, të mbrapa, dërgon me njëra aty Pruti. Gjini ndërin me kokë. Mjaft mirë Kurtulan, kërkon disë me njerë për pare Gjepin. Dhe qënë që s'ka mjaft mirë Zlatev, mbrojtësi Klaudiat.
Vënd të dalej Tasev. Gjini! Mjaki! I flasim Gjini vetëm, i flasim! Rambe Pruti. Torcida da Bulgaria, escreveu na primeira vez no Estado Unido, Martim Sorakov, número 02. Iva Tasev, e depois pegou o número Competir, Silvia! Daniel Royer, número 10. Qet! Pajaziti. Qet! Pas, qet, çarkullojmë topin! Edhe një kapiteni Mjaki. Dhe smir aty Pajaziti ndalet në mënyrë të parregullt nga numri 3 Mirçev. Edhe Mirçev në fushën e lojës. Mjaki shvendoset drejt qendrës, kërkon gjë shpend. Mjaki, majnë në lidh, pas! Pajazit, jemi 3-1, pas! Bravo, ruaj Tedi! Gjini atë, bravo! Silvia, ty dhe i seqi, Silvia! Mirçev është në fushën e lojës në vend të Cnenov, gjithashtu është Tasev në vend të Sorakov dhe Papazov në vend të Hovnej. Janë ndrimet e kryera dhe tek skuadra e drejtuar nga Aleksandr Dimitrov. Civeja dërgon topin brapa, duke luan Pruti, tashmë në qendër të mbrojtjes së bashku me Gjinin. Siti ki ty! Kurtulan gabon, topi jashtë vijave kufizuese, rivëni me duar. Bravo! Bravo, Simon! Bravo! O me donje, këshu o Pajazit! Da, Robi! Bravo, Robi! O Pajazit, ka njeri këtu! Jaki! Qa duhe pëse logi një kohë? Je shpend, dale! Viva again, kids! Ah, porca Simon! Senza uomo, spendi! Senza uomo! Shpendi lëviz mjaft mirë. Atë kombinim me bala. Pajaziti e dërgon në mjaft mirë tek Selimaj. Selimaj. Rexhepi provon ty brenda zonës, Rexhepi vjen krosimi, topi që devijohet dhe kemi goditje nga këndi, është e pesta për skuadrën tonë. Shfaqet Rexhepi në krahun e majt. Këtem pjesën e parë problematikë Rexhepi për pravavijën bullgare. Shkon vetë nga këndi për të arkuar Rexhepi. Vjen kërësimi, është i lartë, ky goditje, Gjini ka faull të ti në sul. Goditje lirë për skuadrën bullgare. Lart, Arda! Shpendi! Lart! Ako që tekniku Alban Bushi dhe stafi i tij kërkojnë skuadrës të qëndrojë. Simon, bajt karikua! Rexhepi! Fora! Selima në gjudu! Bravo, Gjini! Pajaziti. Qet!
Portier! Brapa shkon topi. Te portieri Simoni. Bravo, vai! Ето го от началото на матча трябваше да правиш. Браво! Ето vai! Che tu spendi da te, spendi con via da tu, ti scotti. Zona 2. Jaki, a ti po subir da mjaki! Gjini ruaj 10, gjini! Ruaj 10! Po! Wait, Arda, wait, Arda! Wait. Arda, o da pe te. Në vendim e duar i takon skuadrës bullgare, topi. Kolev, kombinimi me Bozhidar, mbrapa tek Georgiev topi. Stefanov. Mirçev. Georgiev gabon pasimin, Kurtulan me njerë tek Shpendi. Vjen dhe Bala për të shkon topi. Shojmë Bala. Ka 2 kundërshtar pra ti, kalon të parin, por e mbyll lojtari i dytë të Bozhidar. Nuk arrin Bala të shtyj përpara. Topi gjati, portieri Slavkov ka bon pasimin. Në vendem e duar për kuqizit. Selimaj. Von dal vetë, gjithë Selimaj, shumë i shpejt Selimaj. Ka faull të tij, goditje e lirë për skuadrën bullgare. E 68 minutë luhet. Jemi me shifra 3-1 për skuadrën tonë përfaqësuese. Golet e realizuar nga Berisha, Shpendi e Kurtula. Ka probleme për Steven Shpendi. Ulo fush doje. Ka probleme për Steven Shpendi, ko 3 ndrimet e tjera me njerë nga tekniku Alban Bushi. Pibo, lojtari i Laçit, ashtu do tjetë numër 18 Delaj, Antonio Delaj, numëri 22 Reilt Kurti dhe numëri 19 Christian Shpendi, vllai Steven Shpendi. Sa duket do t'jenë lëvizjet mes 2 vëllezërve Shpendi. Steven do të lërë fushën e lojës, do t'i lënë vendin pikërisht Christian Shpendit, 2 lojtarët që luajnë te klubi i Qezenës, por lëvizje për njërin nga 2 vëllezërit Serena Mercatoje për të transferuar tek klubi Juventusit. Mirçev Garita kontrollon topin, gjithsesi e kanë kontroll bullgarët. Stojanov, autori i golit të vetëm tek skuadra bullgare. Zlatev, Tasev, zhvendoset drejt qendrës, gjithjet Tasev, gjen saktë aty Rajçev, Bozhidar e mbështet Rajçev, Këmbgulej, vjen kjo goditje, jashtë përfundon, e rrezikshme. Tentativa numër 10 Kolev. Shohim Alban Bushin, ndodhet në fushën e lojës. Shkon dhe Florian Lata për t'i tërhequr vëmendjen. Gati lëvizjet, është numri 19 Christian Shpendi, tashmë në vend të Steven Shpendi. Shohim dhe lëvizjet e tjera, me se duket dhe Kurtulan do të lërë fushën e lojës. Është kështu, largohet Kurtulan, në vendin e tij është numri 18 Delaj. Largohen të 3 autorët e golave. Largohet dhe numri 2 Mjaki, në vendin e tij është numri 22 Kurti. Lojtari të Utës.
Kurti. Ndërkohë largohet dhe numri 10 Pajaziti në vendin e tij numri 24 Bibo. Tashmë kemi Bibon, Kurtin nga kampionati shqiptar, gjithashtu Dela nga kampionati shqiptar, dhe disa lojtarë nga kampionati shqiptar që aktivizohen tashmë. Bibo, bravo! Silveate para! Silveate 10! Ruaj, Delaj tani, ruaj! Sivea. Pruti për Gjinin, kjo dërgojnë brava tek Simoni. Shme thoj se është ndryshuar pjesa më e madhe e lojtarëve. Ka mbetur Gjini, Sivea, Rexhepi, nga formacioni startues. Stojanov nuk arrin të vjetë në pozicion goditës. Brapa Qizi! Delaj, tu Delaj, brapa! Pre Delaj, ku vete! Delaj, ja i shot! Bozhidar nuk e mban dot topin brenda vijave kufizuese, kemi rivënie me duar për skuadrën tonë. Luhet e 74-ta minutë në Elbasan Arena. Vjojmë të kryesojmë 3-1 përballë Bullgarisë në këtë miqësore. Testi fundit përpara se skuadrat të nisin fushatën kualifikuese të Euro 2025 në muajin shtator. Shohim të dalje. Kërësimi, devjohet topi dhe kontrollohet nga ana portieri Slavkov, gati për 5 lëvizje tek skuadra bullgare. 3 të kryera më herët, tashmë 5. Stefanov. Të bëgjati Zlatev. Kont qemi njerë Tasev. E mbyllë se Limaj dhe rivëni me duar për skuadrën bullgare. Bozhidar është i pari që largohet. Në vendin e tij është numri 15, Atanasov. Gjithashtu largohet Georgiev në vendin e tij numri 13, Kostov. Ko janë dhe 2 lojtarë të tjerë në fushën e lojës, Vasilev dhe Nikolov. 5 ndrime, 3 më herët, 8 në total edhe tek skuadra e Bullgarisë.
Mirçev me këtë top brenda zonës, largon Gjini. Shojmë daljen e kuqezime me shpejtësi përpara. Delaj pas shpendi brenda zonës. E mbyll aty mjaft mirë. Kostov, numri 13 Kostov. Rivendimtuar Kurti do të kryejë këtë rivendimtuar për skuadrën Kuqezi. Ja shumë lëvizje tek të dyja skuadrat, pak e vështirë pasi janë 5 ndrime të menjëhershme. Vënë të dalin me të Vasilev bulgarët. Më pas është Tasev. Vasilev, vjen kërsimi, Civeja ndërhyr me kokë. Nuk e le atë top për Mirçev, numër 22 Tasev. Simoni tek Selima në krah me majt. Rexhepi vjen në ndime, merr mjaft mirë topin Rexhepi. Pasimi për Bala. Selima i sërish. Edhe njërë tjetër kërkohet Bala, ndërhyn bulgarët me Mirçev, rivendimtuar për skuadrën tonë. E 78 minutë luhet në Elbasan Arena. Karim Bala e dorëzon topin te kundërshtari ishte Selimaj. Shpendi, Civeja, Gjini, Kurti. Edhe njërë tjetër Gjini. Pruti më pas. I tje Pruti. Nuk arrin Rexhepi të dalë. Këtë bëgjatë kërkohet në thellësi aty numër 18 Emilov. E mban brenda vijave kufizuese, por vjen Kurti për ta marrë. Më pas është Gjina. To bëgjati ti kërkohet me njerë Shpendi. Stefanov e kthen mbrapa i kujdesshëm tek portieri Slavkov. Mirçev. Kapiteni Stojanov mbrapa e dërgon topin. Aty ku është pozicionuar numri 13 Kostov. Edhe një tjetër Stojanov. Vjen Vasilev. Stojanov, minjerë, kërkohet numri 18 Emilov. Vjen kërsimi ti Gjini ndërhyn. Jashtë vijave kufizuese, rivendimtuar për bulgarët. Ako që Bambushi do të kryejë dhe 3 ndrimet e tjera. Në total do të shkojnë në 11 numri i ndrimeve nga tekniku Alban Bushi. 8 lojtarë të ndryshuar. Praktikisht lëvizin të gjithë të formacion. Largohet Gjini. Në vendin ti do të jetë numri 21 Zuka. Largohet numri 9 Rexhepi, në vendin e tij është Gjumsi, portari i Tiranës. Gjithashtu do të jetë dhe Klevi Qefaliaj, që do të marrë vendin e Civeja. Ndryshon e gjithë skuadra Kuqezi, tekniku Alban Bushi i jep mundësi gjithë lojtarëve, vetëm lojtar që nuk është aktivizuar ndër të grumbulluarit është numri 13 Rok Toma. Ashtu
Rinë Zuka me kokë. Selimaj. Pruti gjen sak balën. Gjumsi. Kërkohet edhe njerë bala. Jashtë fjave kuvizuese, shkon topi, rivënje fundore. Selimaj mbyll mjaft mirë dhe gjon topin brava tek Simon Simoni. Pruti. Topi gjati ti pa dres i gabuar. Kostov. Stojanov. Mirçev. Edhe një tjetër Stojanov. E mban topin kapiteni, me elegancë kalon Shpendi. Ketër top përpara. Vën të dalë Gjumsi shumë i shpejt. Si Gjumsi e mban topin me forcë lojtari i Tiranës. Gjumsi, Shpendi mes dy kundërshtarëve kanë kontroll, brava dërgon tek Pruti. Edhe një tjetër topi për Gjumsin, lufton ai por humbet topin, nisën bullgarët, shojmë zbritjen e tyre. Janë me forcat pakta përpara, skuadroni vendosur mirë me 5 lojtarë në pravavi. Shumë të Kurti, zanon Kurti marrjen e topit. Vjen në ky krosimi Vasilev dhe ka në hyrjet gabuar të Kurtit. Do të kemi goditje të lirë për skuadrën bullgare që mund të rrezikoj portën. E mbrojtur nga Simon Simoni. E 83 minutë shkon drejt përfundimit. Niset 84 në këto momente në Elbasan Arena. Jemi në çastet e fundit të kësaj sfide miqësore mes Shqipërisë e Bullgarisë. Vjen goditja drejt për drejtë, por Simoni në dy kohë arrin të kontrolloj topin, tregoi pas sigurinë në momentin e parë, por vuri gjithçka në kontroll në momentin e dytë. Kurti e lë për Zuka. Shojmë i fundit e prek topin numri 16 Vasilevi. Shpendi provoi krosimin, topi që devijua, rivëni me duar edhe njërë tjetër. I takon skuadrës tonë, Kurti. Vjen bala për të marrë topin, i sakt pasimi. Nuk arrin bala mes dy kundërshtarëve, Mirçev ka faull ndaj tij, goditje lirë. Këtë topi gjatë për para, Zuka ndërhyn. Tregon të janë shvjeve kuvizuese, një hap për para Emilov, Vasilev në rivënë me duar, Mirçev. Fton aty Stefanov. Stojanov. Despende.
Shpendi. Mirçev i ndërhyr në mënyrë të kapuar, në mënyrë të parregullt. Mirçev. Goditje e lirë. Topi gjati Simon Simioni. Nuk arrin Bibo të vjetë kontrolin e topit, gjithsesi provon shqetësoj kundërshtarët. Kontrollojnë bullgarët me anë të Kostov. Cristian! Suka, ele é número 3! Ele é bruto! Shpendi, mjaft mirë, të shojmë të dalet të kujgjesive. Pasimi tek Gjumsi, Gjumsi provon me njërë në qëndër. Nuk shkona i top të numri 18 Delaj. Mjaft mirë Gjumsi, me njërë kërkoj të gjende Delaj në kraun tjetër. Kuptuan që s'ka bulgarët në idene lojtarit të Tiranës. Rivënë me duar për Kuqezin, gjithsesi, mbeten në fazën sulmuese ata. Shkon Selimaj për të kryer rivënë me duar. Në këtë pjesë të dytë, padyshim që kemi shumë lojtarë të aktivizuar edhe nga kampionati shqiptar. Mbyllet Gjumsi, provojnë bullgarët të organizohen, por Selimaj mbyll gjithçka, fiton të drejtën e kësaj goditje të lirë. Edhe njerë përpara. Mbetet skuadra Alban Bushit. Do shta mund të rrezikoj portën kundërshtare në këtë goditje standarde. Përcimi është shumë i lartë e i gabuar. Shkon në jashtë vijave kufizuese. Ka po gjithçka Gjumsi në atë arkim. Shëm të këtë top përpara Bruti. Bravo të Simon Simoni. Klasë elegancë të regon portieri, por nuk arrin të shërbej si duhet. I dhuron në rivënje me duar skuadrës bullgare, që fiton metra dhe shtyhet për para tashmë. I paknaqur Alban Bushi. Ndoshta janë veprimet të cilet e shqetësojnë teknikun e skuadrës së 21 vjeçarëve. Kanë përfunduar 90 minutat e kësaj sfide. 3 minuta shtesë në fundin e përballjes. Bibo dalet në mënyrë të parregull nga Mirçev. Kemi goditje të lirë. Padyshim nga lojtarët e spikatur në gjysmën e dytë të Superligës shqiptare, me Laçin, jo vetëm për lojën, por edhe për golat e realizuar. Me sfrushori Bibo. Një nga zbulime ndoshta të këtij kampionati. Gjithashtu si Paolo Puxela tek skuadra e Partizanit, i ardhur nga skuadra 19 vjeçarëve të Partizanit. Ju dha besimi, një besim të cilin mbrojtësi Kautumajt e shpërbleu, arriti të fitonte edhe kombëtaren shpresa. Kur shohim këtu këtë mundësi të bullgarëve, goditja jashtë përfundon për i gjithçka mirë aty Mark Emilio Papazov, por nuk arriti të finalizonte. Shohim edhe një herë sa bukur i shpëtoi mbulimit të mbrojtjes, por e majta e tij nuk kishte shinjestrën e dur. Zuka me forcë arrin të korrigjojë atë gabimet e top që shpëtoi nga Qefaliaj në kombinimin me Gjumsin, dy lojtarët bardhë dhe blu. Bala kthehet pas, kërkon pik pasimi, gjen Qefalinë dhe një tjetër. Zuka, Shpendi
Kërkon të kaloj vetë Shpendi me forë, gjithje Shpendi goditja dhe vjohet topi, mbetet aty të shojmë, vjohet aksioni Gjumsi, vënon pasimin dhe goditjen, edhe një tjetër Gjumsi Këmkulaj, e të gënë topin brapa të Qefalia. Bruti, mjaft mirë rikuperone, ishte Bibo, spektakular në atë rikuperim topi Bibo. Kurti, që saktë Plutin, Selimaj, mbrapa dërgon tek Simoni. Zuka. Topi gjati Zukës, kërkohet në njerë Shpendi, ideja ishte mirë, më pas Delaj, lëvis mirë, gjenë sak Gjumsin në krahun e majtë, shojmë Gjumsin në duelin 1-1 me kundërshtarin, provon krosimin për Shpendin. Kërkohet 11 metër, gjithçka e rregullt, nuk është dakord Kristian Shpendi me vendimin e Florian Latës, kërkoi faull për të parë edhe njëra i moment. Shohim e këtu duket qartë që nuk janë interesuar për topin mbrojtësit bullgar, vetëm për të ndalur kërcyeshmërinë e Kristian Shpendit. Shohim edhe një herë mes dy lojtarëve bullgar, Kristian Shpendi Kemi në çastet e fundit edhe të kohës shtesë. Selimaj nuk ka më kohë, thot Florian Lata, mbyllet këtu kjo përballje, Shqipëria fiton 3-1 përballë Bullgarisë me golat e Berishës, Kurtulan dhe Steven Shpendi. Ndërkohë Stojanov shënoi për skuadrën bullgare 3-1, një fitore e rëndësishme, një fitore ku djemt të Kuqezi tregoj një paraqitje të mirë në kuadër në prag të fillimit të fushatës eliminatore të Europianit të 2025-s, një Europian i cili do të jetë pikërisht me fushatën eliminatore në shtatorin e këtij viti për të mbyllur një vit më pas në një grup ku skuadra jonë përfaqësuese do të kërkojë kualifikimin, ku së bashku me ekipin tonë përfaqësues pikërisht në grup bëjmë pjesë edhe skuadra si Armenia, Finlanda, Malizi, Rumania dhe Zvicra. Do t'jemi pas pak qaset me intervistë me teknikun Alban Bushi për të mësuar diçka nga kjo sfidë më shumë në syrin e teknikut të skuadrës Kuqezi e më pas për të përfunduar këtë transmetim. Pas pak qasesh me Alban Bushin drejt për drejt nga Elbasan Arena.